Çka ka qenë puna parë që ke bërë kur ke në Zvicër? Bukpjeks. Bukpjeks? Po, pra në furrë buke? Kështat. Okej. Kështat kam punu, bukpjeks. Puna dytë? Puna dytë kam punu si shofer. Puna treta atër kam shku në gastronomi, përse unë e kam kry në Zagreb, e kam kry shkollën në gastronomisë. Okej, e ke marru për gastronomi? Po, për gastronomi. Atër ishte ma letë. Okej. Po, thëmë drejt vërtetën më rallëtin, kur kam hi me punu në gastronomi, shqiptarët, një pjesë e madhe shqiptarëve punyshin në për rrugë, ndërtimtarisë. Kur e kam nu kërvatën e parë këto, mu ka djokë se jam të punu në bankë. Për besë, po. Pastaj, çfarë ke punuar pas gastronomi? Pas gastronomisë, atër kemi vendosë, erdhën të erë familje, u bashku familje, erdhën vllazët. Do më thonë, çdo vit e merresh me ka një vëlla. Ja bëjsh mi letrat edhe vika je gjesh me punën. Suksesi më i madh i muaj juni ka qenë vitin 2000, do më thonë vitin 1960. 96? Jo, vitin 1996. Po, 96. 96 e këna ble shpinë e parë. Keni ble shpinë e parë në Zvicër? Shpinë e parë. Dhe gjithë vëllezërit bashkë? Gjithë vëllezërit bashkë, po. Dhe keni jetu gjithë vëllezërit në shtëpi? 4 kotëshe, çdo vëlla e ka pas një apartament vetën. Domethënë suksesi kryesor, qyteti kryesor, suksesi ke ai. U bashku familja. I rujtim gjuhën, i rujtim traditat, po i rujtim dhe kapitalin e ditë me menaxhu kapitalin pastaj. Keni ditë me menaxhu kapitalin? U vedesum se domethënë bashkimi po bie ka fushi. Fushin kapitali, fushin njerëzore, fushin familjare. Mund është me rujtë edhe ma mirë, është kallaj me rujtë edhe pak gjuhën e traditë. Kur jeton këtë familja në bashkim. Bukur. Pra, shpinë e parë 4 katëshe, gjithë vëllezërit e keni ble në 1996, aty ka fillu domethënë hapi ju i parë i suksesit. Me një të katërit 96. Një të katërit 96 ka fillu hapi i parë i suksesit tuaj i vëllezër Nikola. Po, tash i vjen 29 vite. Po, pastaj ju keni filluar me imobilje për asaj dite apo jo? Me patunshmëri apo jo? Shumë interesant. I kemi kapi, kemi rindërtu komplet shtëpinë së pari. Edhe e keni shitur? Jo, se kemi shitur. Ne nuk shesim. Ju nuk shisni? Nuk shesim. Çfarë bëni? Po thuaj se nuk shesim, as një objekt nuk shesim. Na i blejmë alltin. Po. Edhe i ndalem në pronësi familjare. Dhe i lëshoni me qera? Dhe i lëshojmë me qera. Zakonisht na asnjë objekt nuk shesim. Për kureshtje, tash se di që shqiptori ka qef me ditë. Tu ke drejtën ose më përgjigj ose më përgjigj. Nëse thu abstenoj thuj, nëse don përgjigjesh. Me qenë se i nuk shisni. Mund si individ më shkamenia me pyet sa pore hyn prej qeras mujore të ju për shembull. E kam mësu diçka nga Zvicrana. Çka ke mësu prej Zvicrana? Tha, kam një tha se i ki ble një kërë 3 Zvicronit. Atë ka kushtu shtenet, tha po tha zvarnit bilik, nuk ka qeni lirë. Po, s'ka qeni lirë. A qmimi nuk jep ka. Nuk e jep ka. Ja, nuk jep ka. Ti po thushin, jo pak, po qmimin s'pe kalzej. Po qmimin s'po kalzej. Okej, bukur. Okej, është të pranueshme. Tham drejtën me shumë krenari, tham se na jena lider. Si përket patënshmërive në Zvicër. Në Zvicër? Në Zvicër. Lider? Lider jemi. Bravo qofë, po, bravo qofë. Një pjesë e madhe ndërtojnë, edhe i shesin ata, por nuk janë pronarë. Si tash na kemi shqiptar disa emre jo, për shembull, se ndërtojnë, bojnë, kthejnë, po nuk janë pronarë. Po, kurse ju i keni tuaj. Kurse na jena pronarë disa. Sa bloka i keni? Nuk. As me numre me tregu jo? Po, sa bloka nuk i keni? Qindra banesave. Qindra banesa, po. I keni tuajat në Bazel? Po, në pronësi. Pra në pronësit familjarë se Nikola? Pronësi familjarë.